se na erdhe në Gogo Pikal. Mirë se gjeta, është kënaqësi. E nisëm pak më parë me thënë drejtën bisedën me ato shqetësimet tona. Po kam përshtypjen. Ata janë edhe gjetje. Janë dhe gjetje, sa gjëra dhe sot i themi për publikun sepse Po me themi gjitha. apo do ja themi. Po pse jo, në fund kemi ardhur për të dhënë mendimet tona, jo për t'i fshehur. Po. Jo se kemi frikë, por mendoj që duhet me qenë ndoshta pak tolerant me këtë brezin e sotëm, sidomos me të rinjt. Si e ke ti gjykimin? Nuk është toleranca, unë e shikoj vetëm te njerëzit që kanë nevojë, ato që s'kanë nevojë. E që duan të vërtetën, se ndonjëherë më mirë një e vërtetë e hidhur se sa Kurse pse ti je as tolerant as jo tolerant. Ti mjafton të thush mënyrën se si e mendon dhe ato që duan ta kuptojnë, le ta kuptojnë. Dikush që do të bëjë tabel qitjet, jemi mësuar, kështu që se kemi problem. Po, jo, s'kemi nga këto komplekset, se çfarë mendojnë të tjerët nuk është puna jon për ne, flas, se çfarë mendojnë ata për ne. Rëndësikat mendojnë diçka për mendimet që ne themi. Pikërisht. Rez, studiove gazetari të rrëmbeu biznesi. Pse na ike nga gazetaria? Komunikimi në fakt është një ndër gjërat më të mira që mund të mësoj shkolla dhe besoj që është një vlerë në biznes. Ajo që unë pash nuk është se më rrëmbeu gazetaria as biznesi, por thjesht kuptova që nëse ti bën pasionin tënd dhe nuk gjeneron përfitime të mira financiare, do ngelesh pak i lodhur në aspektin e zhvillimit. Unë në fakt biznesin e kisha filluar ndoshta edhe para gazetarisë, domethënë kisha filluar ato përvojat si fëmijë. Po, si fëmijë, pastaj që ndodha nënën, unë kisha filluar infinitin para se të filloja edhe vet gazetarin. Mu më janë bërë 27 vjet me biznes. Por nëse ti kombinon artin e komunikimit me mbijetesën që t'jep gazetaria, është një aset i jashtëzakonshëm dhe mund të bësh njëri shumë i suksesshëm, çdo njeri që kombinon. Është një benzinë dhe një shkrepse shumë e mirë. Mbijetesën e ke fjalën te sakrifica? Shiko, në çfarë kuptimi e ke? Biznesi nuk është ajo që shohim në Instagram. Janë netët pa gjumë, është sfida kur nuk të hyj asnjë njeri në dyqan, janë borxhet që ti ta akumulohen mbi shtëpinë. Kredite banka mbase. Unë them ti je sipërmarrës kur gjen veten darkë me syt nga tavani duke bërë llogaritë si do ja dalësh ditët për të paguar pagat. Vetëm në atë moment je bërë sipërmarrës. Momentin kur ti thjesht po harxhon lekt e babait apo të dikujt që të ka dhënë, ti je thjesht një mirëmbajtës, shpenzues i atyre parave. Do të thënë ne që kemi gjetur veten nëpër llogarira, se jemi gjetur gjithmonë nëpër llogarira të tilla, me thënë drejtën. Kështu që si do paguhet stafi muajin tjetër ose sa kohë kam për ta paguar stafin me këtë punë që kam gjeneruar. Ky është halli i sipërmarrësit, ndaj një pasion pa një mbështetje financiare është një hobi i shtretë. Ndaj gazetarin e kalova pak më në dytësore, por ka marrë kaq shumë nga gazetaria sa aftësitë e mia të shitjes e maj veten në shitësit pa modesti, në shitësit më të mirë që ke fituar nga gazetaria, patjetër, sepse të ndihmon shumë të aftësitë e shitjes. Dhe ti mund të shesësh idenë, projektin, mund të shesësh apartamentin, jahtin, avionin, çdo gjë. Kur ti ke aftësi komunikimit të mira, dhe mund të shesësh edhe idenë të stafi jot. Ke mënyrën e komunikimit se si ti atë vizionin ja bën të qartë dhe i vë të gjithë anëtarët e ekipit duke i shitur atë idenë. Ndaj shitja nuk është vetëm e more 2 e shite 3. Po. Është koncept, ide, vizion, ti bindësh njerëzit, të mbledhësh fonde. Kështu që gazetaria është një gjë jashtëzakonshme për një aset i rëndësishëm në komunikim. Në fakt, sot ka ardhur koha, sidomos në bazë të përvojës që unë kam me të rinë, që duhet të jesh i përgatitur apo e përgatitur për pyetjen finale sa do marrim nga kjo ide që ti do të zhvillosh, sepse janë bërë shumë praktik, po para se të shkojmë këtu, si na shen ne gazetarëve tani Reziti? Ne që punojmë në mënyrë aktive me gazetarin, si na shikon nga jashtë? Unë shikoj që së pari më merr malli shumë. Është çdo njeri që ka punu gazetar ka një dëshirë të jashtëzakonshme për t'u kthy, edhe pse në momentet e para mund të jetë mërzit, sepse mënyra se funksionon gazetaria ka ato hendeqjet e veta,
por e merr malli gjithmonë një person për t'ju kthy gazetarisë. E shikon si diçka pasionante, por kur je nga ana tjetër e biznesit, dëshiron që atë pasion, ato nëse do ishte e mundur ta kthenin edhe në të monetizueshme, të përkthyeshme, ku nuk do vareshin vetëm nga ajo paga, ose kur paga të ishte gjëja e fundit që ti shkote ndërmend kur të bëshin familjar dhe të kishin nevojë për të pagu kredin e tjerë etj. Pra, mos t'ishte një pagë mbijetese, po t'ishte një pagë që pasionin së bashku me komunikimin dhe me aftësitë e imazhit të vlerësoheshin nivelet maksimale, por kjo ka të bëjë pastaj me prodhimin, sa prodhon, si bashkohet me reklamën, pra ka disa kombinime më të mëdha se sa arti që prodhon përmes gazetarisë. E diskutoj shpesh me kolegët, edhe disa nga kolegët tanë që dhe ti i njeh madhomendja janë e shohin pak me dyshim, me skepticizëm këtë pjesën e zhvillimit të teknologjisë. Unë mendoj Rezi që sot kanë ardhur kohë të arta për ata që kanë ide, sepse teknologjia e ka bërë të mundur. Për shembull, më kujtohet para shumë vitesh ne nëse nuk ishim pjesë e një strukture redaksionale të madhe, po themi Shekulli, Panorama, Klani, Topi, pra e mediave të mëdha, nuk shkruaje dot. Ishe një zë që nuk dëgjoheshe. Ishen hije. Dhe nëse ti kishe një talent, vetëm duhet ta hapte dikur derën. Tani hap një kanal YouTube-it dhe mund të bësh gjëra të jashtëzakonshme. Disa nga kolegët tanë më kundërshtojnë dhe thonë, po nuk është aq e lehtë sa ç'mendon ti. Pse ç'a është e lehtë? Sepse që të monetizosh duhet të prodhosh video, apo duhet prodhosh, po themi, një ulumtim, varet sipas këndit të secilit, po që të qëndrojmë te videot, po themi. Do duhet të kesh staf, po stafin duhet ta mbash. Unë kam tash 2 vite e gjysmë që postoj çdo ditë video. Do thënë, e kam sistematike dhe kam dhënë mendën, kam thënë, për 3 vjet e para do postoj çdo ditë video. Patjetër që 3-4 muajt e parë i kam bërë vetë videot, vetë xhirim, vetë montim, vetë titrim, çdo gjë. Dhe pasi që u binda që kjo ishte linja dur, patjetër që punësova dikën me qenë se ishin mundësitë. Po. Pra, ideja është që në fillim të gjitha i bëjmë vetë. Sikur bëjmë një video, sikur hapim një dyqan, sikur hapim një biznes. Ajo CEO, ti nuk je Chief Executive Officer, po ti je Everything Officer, pra që ti bën çdo gjë vetë, edhe hamallin, edhe shoferin, edhe montazherin, çdo gjë. Që nuk është një gjë e çuditshme, është e vështirë. Shqyr që është e vështirë që mos ta bëjnë gjithë, se po të jetë e lehtë e bën gjithë. Gjej gjëra të vështira në mënyrë që të identifikohesh. Jo, ideja është që shoh një hezitim, kjo sigurisht lidhet me natyrën e secilit prej nesh, po unë besoj shumë edhe te testimi i produktit. Për shembull, me që jemi te produkti dhe me që jemi sot në këtë bisedë, ka krijuar një inflacion të jashtëzakonshëm fjala podcast, sepse sot nuk e di se sa podcaste, madje po lexoja Antibateën para disa ditësh në Facebook që janë bërë një 200 podcaste shkruante. E ka shumë të drejtë, sepse praktikisht një gazetar, dhe jo një gazetar, po një qytetar i Republikës së Shqipërisë, një podcast, madje ke edhe politikanët që kanë filluar, por natyrisht brenda kësaj konkurrence ose këtij lloj zhvillimi, edhe pa fre në një farë mënyre, gjithsekush do i gjej shinën ku do kaloj. Po kjo është e bukur, se tash po të ketë fre edhe online, pra nuk ka nevojë dikush të licencohet, të japi idetë e tyre, apo të ftojë të ngjashmit e tyre në atë audiencën e tyre. Pra, kjo është e bukur që ti tashmë ke disa aftësi, po nuk po konkuron vetëm me gazetar, po konkuron edhe me një artist, edhe me një ish politikan, apo edhe me një sportist, një doktor. Tashmë, edhe zëri i një doktorit apo dikujt tjetër është po aq i vlefshëm sa i një gazetarit. Pra nuk ka nevojë dikush të ketë marrë shkollën për gazetari apo të ketë punu gazetar që të shpreh mendimet e tij. Beson te teknologjia apo jo te kjo mundësi e artë që ne na ka ardhur tani? Parimisht po, pastaj duhet ta ndajmë çfarë vlerash do na sjellë dhe çfarë antivlerash. Edhe antivlerat vin paketë. Ja, për shkak ti e ke te pjesa e punësimit që do flasim, pjesa e rrjeteve sociale ka
ka sjell shumë vlera sepse ka sjell shumë informacion, ka sjell shumë zhvillim, shumë ide për shtatje, po ka sjell edhe një parazitizëm, dembelizëm total të individëve që duan të bëjnë para në mënyrë të shpejtë. Kemi vetëm imazhin e njerëzve që bëjnë para në mënyrë të shpejtë dhe nuk shikoj askund imazhin e njerëzve që zgjohen çdo ditë në orën 7 mëngjesit, 6 mëngjesit, punojnë gjithë ditën dhe bëjnë pak nga pak para për të bërë atë gjën e madhe që bëjnë pas 10-15 vjetësh. Nuk shoh dikë që thot puno fort 20 vjet dhe pastaj doja dalësh. Thoj njerëzit, po këtë e di, ma bën për 3 ditë, po jo, nuk bëhet për 3 ditë. Një biznes që fiton shumë në fillim, nuk e shikoj si shumë afat gjatë në aspektin e diçka. Ne kemi Ka kompanit, diçka që s'shkon aty. ne kemi kompanit më të mëdhaja në botë, që vitet e para, mos më thanë dekadat e para s'kan fitu fare. Pra, merret gjitha, që të Amazon, që të Tesla, që të shumë kompani të mëdhaja në botë, që dekadat e para, ose vitet e para kanë qenë me humbje total. E njëjta gjë është, nuk po them që ti të ndërtosh me qëllim një biznes me humbje, po që ti të kesh qëndrueshmërinë për të përmirësuar çdo ditë nga diçka dhe për të mos qenë qëllimin vetvete paraja, po të jetë pasoja e vlerës që ti ke krijuar në atë biznesin që ti po ndërton. Pse zgjohemi sot ne me këtë idenë për të fituar shpejt dhe tani? Ne si shoqëri, si shqiptar, pse nga cilët faktor ndikohemi, së jashtmi, së brendshmi, nuk e di. E para, modeli politiko-social që ne kemi ndërtu. E kemi ndërtu që ti nuk ka nevojë të bësh master e doktoratur që të bësh drejtor i drejtorisë rrugëve. Apo Mos na përmend rrugët, përmend diçka tjetër, se rrugët janë problematike tani. Apo që ti jesh drejtor të hipoteka apo të dikush. Dhe arsyeja pse ti dëshiron ti jesh drejtor nuk është se do t'i marrësh hallet njerëzve. Unë s'kam pani prej të gjithë drejtorëve që ka bërë shkollimin se du t'i marrë hallet njerëzve dhe pra në vetvete kemi kriju modelin e atij të qarkut shkurtër. Dhe kur kjo bëhet 90% e trive sot donin të ishin në administratë publike në Shqipëri. Në Amerikë 90% duhet bëhen sipërmarrës. Pra këtu kemi një ndryshim. Këtej duhet të bëjmë për shkurt, andaj duhet të bëjmë për gjatë. Ndaj, ne duhet ta kuptojmë që rruga shkurtër e di që i ka shumë problematika. Kështu ai model na është ngulitur në mendje dhe ne duam për çdo gjë. Te puna, gjëja e parë pyesim për rrogën, nuk pyesim për punën. Te shkolla pyesim kur do marrim diplomën. Kur do marrim diplomën, si do i bëjmë për shkurt, ku cili është mësues pedagogu më i lehtë, ku mund të marr leje, ku mund të mos shkojmë. Pra nuk futemi te rezultatet. Te puna nuk pyesim për rezultatet se si një diçka. Ne po diskutonim edhe përpara për të mos të ikur që tek ne akoma kemi një skem shumë të vjetër ku njeriu paguhet mbi orët e punës dhe jo mbi rezultatet e tyre. Ndaj kthimi i kësaj gjëje duhet të jetë urgjente në shoqërinë shqiptare dhe më gjerë. Ku ti paguash mbi rezultatet që ka podcast jot, jo sa orë podcastet i prodhon apo sa orë vjen këtu te zyrat. Ose sa orë qëndron stafi, po them videoeditorët, gazetarët për të të bëj një pyetje, pse duhet paguash ti? Në mënyrë të njëjtë dikë që podcastin ta monton për 6 orë dhe dikë tjetër që ta monton për 1 orë dhe ta monton mundësisht edhe më mirë ose edhe më saktë. Pse duhet paguaj një lloj? Ai thjesht është i avasht, dembel apo i papërqendruar që ta monton për 6 orë? Po. Pse njerëzit duhet paguhen mbi orët dhe jo mbi rezultatet? Në fakt duhet ta ndryshojmë, po është shumë e vështirë. Ajo që gjetëm ne, Rezi, ne bëjmë shpeshherë pyetësor të audienca, bëjmë fokus grupet e audienca jon, se çfarë temash ka interes audienca, se sigurisht duam që të kontribuojmë në shoqëri, jo vetëm që të arrijmë të mbajmë produktin që zhvillojmë edhe me kostot e veta, po të bëjmë një kontribut ashtu siç e gjykojmë, pavarësisht se ne kemi gabimet tona, gjërat edhe mund të përmirësohen gjatë rrugës dhe çfarë donte audienca, një nga temat që del më frekuente, më e shpeshtë është si të bëjmë para. Shumë e bukur. Nuk ka ndonjë gjë të keqe. Unë flas shumë për para. Shumë e bukur. Unë jam ndër njerëzit që flas më tepër për para. Prandaj të ftova. Po doja një personazh që të jetë me këmbë në tokë, sepse çfarë vëre unë, të paktën të rinj që edukoj në universitet, vëre se ka një keq koncept të tipit të bëjmë para shpejt, pa ditur këtë, edhe
antivlerat që sjell teknologjia, apo jo, se tham, okay, ti mund të bësh para me rrjetet sociale, mund të monetizosh, po në radhë të parë duhet me kriju pak, po themi, autoritetin, personalitetin, integritetin tënd si profesionist për të kontribuosh për të shoqëri. Se nuk është çështja, ti mund të hapësh shumë kollaj një profil në, po themi, në Instagram apo kudo. Facebookun e kanë harruar këtë të rinj, s'ka diskutim, po flasim për këto rrjetet, platforma sociale më in të momentit. Çështja është që do duhet të dish ta mbash pra me ide, se nuk është problemi kap ca foto dhe hidhi aty. Dhe prandaj të ftova që të flasim pikërisht se si bëhen këto parat, por para se të na shkosh te parat, se si të rinjt apo ata që duan të investojnë, edhe ata mbi 40, si puna ime, mund të marrin ca këshilla dhe sidomos nga përvoja jote, e të kthehemi te infiniti, te rrjeti i kancelarive, që ti ke si e nise si ide. Sigurisht kam përshtypjen që kanë qenë kohë të tjera, sepse dhe koha ka të bëj, por na rrëfe pak mbi veten tënde. Si e nise, si erdhi ajo ideja e parë, sigurisht nga ajo që njoh nga historia jote ti e kishe intuitën e biznesit apo jo të shitjeve. Po si e nise, me çfarë dilemash mbase? Infinity dhe biznesi filloi siç fillon çdo biznes tradicional, pra pa para. Kemi një ide që zakonisht bizneset fillojnë me para, me lidhje, me njohje etj. Në shumtë në rasteve nuk është e vërtetë, sepse ti e fillon thjesht për dëshirën për të prodhuar diçka. Biznesi filloi thjesht ideja e të realizuar diçka, ishte heret me timvlla në vitet 90 dhe ishte ai trendi sa kishin filluar kompjutrat, videoteka kur merrnin me qerat, shisnin CD. Dhe fillum Shkodër një kancelari, madje as me emrin Infinity ishte ndryshe. E keni nisur në Shkodër? Në Shkodër, po, në Shkodër. Isha akoma në shkollë të mesme, në fund shkollës të mesme, do të thënë më shumë ishte ideja timvllait dhe pastaj e zhvillum në 2003 në Tiranë. Pasi që erdha kisha filluar gazetarin, por ishte ditë të tëra, le të them unë, dilema, patjetër që ti ke gjithë njerëzit e dashur që të thojnë jo. E di pse thojnë jo se nuk të duan ty, po të duan të mirën tënde dhe por e mira e tyre nuk është e mira jote, në prizmin që ato duan rehatin tënde, duan qetësinë tënde mendore, duan që ti mos lodhesh. Dhe thojnë, po të keqen, pse ta bësh, nuk ke nevojë, ti s'ke nevojë, ti bëjo, për shkak i di më thotë bëu doktor, bëu pedagog, je rahat, shkon atje. Dhe unë e kuptoj plotësisht, ndaj them njerëzve, mos pyesni njerëzit e afërt për biznes së pari, dhe dy, mos pyesni njerëzit që për të cilët ju nuk keni si qëllim final jetë që të bëheni si ata. Pra në vetvete ti do pyesësh dikë që është shumë më mirë se sa ti ose ka arrit ato gjërat që ti i ndron. Unë jam njeri që pyes shumë njerëzit. Ulem me sipërmarrës të ndryshëm dhe në fakt pyes vetëm ato njerëz që kanë të paktën një 5 fish më tepër se unë. Nuk pyes ato që kanë më pak. E ke fjalën për pasuri apo për sipërmarrës që kanë ose biznese më shumë të mëdha, ose patjetër pasuri shumë më të mëdha, përjashtu ato që i kanë marrë me i firmë, që ato skeçe me pyetse, ai do thosh, shko tako filane ta shpjegon. Pra unë i përjashtoj këto, jo se kanë ne gjë, kanë Terezinë e tyre, po thjesht aty nuk mëson gjë. Kjo është ideja. Pra pyes njerëz që kanë vite me radhë dhe kanë ndërtuar perëndëri dhe ka njoh shumë sipërmarrës të ndershëm, sa të dush, madje ne e kemi abuzu kaq shumë termin sipërmarrës, sa i kemi bërë të gjithë o mashtrus, o hajdut, o oligark ashtu. Jo, njoh njerëz që kanë krijuar rrjete, 10-ra, 100-ra dyqane, mijëra punojës në mënyrë shumë ndershme, duke punuar nga 20 orë në ditë, pa fjet gjumë. Dhe janë biznesmen shumë të mirë. Po nuk dalin lajme, sepse ato kanë Terezinë e tyre dhe kanë biznesin e tyre, kanë hallet e tyre, pra nuk janë tipikisht ato biznesmen të lajmeve, as biznesmen të reklamave që të pagujnë 100.000 euro në muaj për reklama. Pra, e kemi shpërdoru kaq dhe kemi ngel me ato mentalitetet komuniste që nëse ka bë lek, ky është o hajdut, o mashtrus, o ka shfrytzuar njerëzit, o është sklavopërnar. Jo,
është si unë dhe ti, një njeri që ka marrë kurajën dhe ka bërë një fast food, ka punu për vite me radhë bashkë me gruan dhe me fëmijët, pastaj ka bërë një filial dytë me punojësit e tij, pastaj ka bërë 10 filiale dhe është një prej nesh që ka pas shumë më tepër kurajë ndoshta se ne dhe ka marrë shumë më tepër kredi dhe është previzhytur në kredi dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Kështu që duke pyetur njerëzit e duhur, pra nga mund të njerëzit e tu zhvillosh. nuk është se more ndonjë ndritje shile që ata thoshin po bëhe, vazhdoje. Pra ishin Skeptik nëse i mat ishte okay, vazhdoje, pra ishte shumë qetë në aspektin e kësaj, i më ishte jo, mos u lodh, të ke qenë mami dhe rahat. Edhe kështu që unë them që njeriu duhet bëj ato që ka instinkte, ta ka dhënë ty Zotin kokë se ç'a do bësh, dhe ti e ke shumë vështirë t'ia shpjegosh të tjerëve atë vizionin tënd. Thjesht ti duhet të bish shmurit me kokë, vetëm me një kusht, që çdo ditë të përmirësosh diçka nga ajo që ti ke bërë. Dhe jo ti bish shmurit me kokë dhe të thush unë s'lviz nga ideja ime. Jo, ti duhet dalësh të shesësh. Njerëzit që rrinë dhe struken aty dhe thonë, unë kam këtë ide dhe s'bëjnë asgjë, unë jam kundër. Do dalësh të shesësh sepse ka i diçka. Klientët do të tregojnë nëse produkti jot vlen për to apo jo. Pra, pas 6 muajsh, nëse të gjithë s'duan ta blejnë, ta kanë dhënë përgjigjen. Okej, problemin që ke kriju diçka që nuk ka problem. Njerëzit janë të gatshëm e pagu, pra nuk e sjell vlerë. Dhe ndaj them unë, ti duhet krijosh një produkt që sjell vlerë dhe pasoja janë parat. Jo në vetvete paraja. Jo qëllimi primar, po. Jo në vetvete paraja dhe ti krijon një produkt për paran. Ti krijon i diçka që i shërben njerëzve dhe patjetër kur ti i shërben, ke një vlerë të shtuar. Kështu që kështu nisi Infinity dhe pastaj në Shkodër si quaj kancelaria në Shkodër? Kishim një diçka artikuj dhe computer art comps diçka tillë. Po, diçka e përgjithshme. Pastaj si e nisët, si e transferuat në Tiranë? E mbylla pikën në Shkodër dhe pas një viti diçka isha edhe me shoktimin dhe thash ta bëjmë diçka, po ta riprovojmë, ta rikrijojmë atë gjë. Dhe ishim te një lokal te Sheratoni, ai kishte Infinity Bar, ishte. Edhe tha, ça ti vëm. Ja ku e kemi emrin, sepse doshim edhe diçka të përgjithshme. Dhe 6 muaj më mrapa morëm kurajën dhe hapëm një filial të dytë të Sheshi Wilson, që ishte një kurajo. Të parin ku e kishit këtu? Këtu në Sheraku, që vazhdon është kryqëzimi ish stacioni fundit Tiranës 3. Pas sa muajsh e hapët? Pas 6 muajsh. E hapëm të dytën, ndërkohë që të parin e kishim akoma me humbje, dhe më kujton historinë e Subway, i cili hapi 3 filialet e para dhe pse 2 të parat për shembull kishte me humbje, hapi të tretin. Po, sepse ka disa këndvështrime për këtë gjë, ka këndvështrime të tipit që mos hap diçka tjetër kur ti del me humbjet e i pari. Logjikisht. Çfarë të bëri ty të besoje që do ecte gjëja, edhe pse kishe këto humbjet pra? Them drejtën, Selita më duke i fshat atëherë, sepse ishte shumë periferia. Thash, unë du të shkoj aty ku luftohet, sepse mendoj që lokacioni ka shumë rëndësi dhe realisht ka shumë rëndësi. Dhe për natyrën e biznesit. Lufta më e madhe aty kishte 12 kancelaria atëherë, 12 filiale të Sheshi Wilson. Dhe shku me hapën po aty ku ishte lufta më e madhe, domethënë. Dhe të faktorizoheshim edhe ne. Dhe ishte një veprim shumë i mirë sepse na rriti shumë. Pra, nga periferia vendosëm ta hapnin në fillim në periferi. Studiove dhe konkurrencën pra. Patjetër, ne shkonim te konkurrenca, shikonim dhe nuk shikonim ato që kishte bërë mirë. Shikonim ato që kishte bërë keq dhe atë bënim shumë mirë. Ma mend një histori të një prej restoranteve që ishte në top 50 restorantet dhe mori stafin e tij dhe tha do shkojmë te ai që është më i miri. Është me Michelin Stars dhe shkoi te ai që ishte zgjedhur atë vit më i miri dhe kur u kthyen, pyeti stafin e tij. Çfarë mendoni? Dhe të gjithë filluan të thonë, kjo ishte gjë shumë e mirë, ishte shumë e bukur ta bëjmë edhe ne. Jo, tha. Ne do bëjmë çfarë ato nuk kishin mirë. Dhe mori një senelier për pjesën e verës dhe dikë tjetër për pjesën e shërbimit të kafeterisë dhe tha ne dy do përcaktojmë 2 prej standardeve në këtë fushë, do rregullojmë edhe këtë që e kishin keq dhe brenda shumë pak kohësh u bë nga i 50 restoranti numër 1 në botë
mori titullin për me restoranti më i mirë. Pra ti duke parë çfarë tjerë të bëjnë keq dhe ta bësh 10 fish më mirë, kjo është diçka që nuk e ka bërë vetëm këtë rast, dhe po të lexoni edhe librin e Sam Walton, që është themeluesi i Walmart, tregon që gjithë historia e tij është që thotë, unë nuk kam shpikur asgjë, kam kompjuar çdo gjë dhe kam bërë 10 fish më mirë se ato që e kishin bërë. Ky është arsyeja e suksesit tim. Nuk keni nevojë të shpikni gjëra, merrni një element, bëni 10-20 herë më mirë dhe do e shikoni rezultatin. Nga Shkodra, nga ato blerje që kishin në Shkodër, solle diçka me vlerë, pra që mësove ndoshta nga blerësit, nga njerëzit atje, apo gjithçka, çdo ridimensionim ndodhi në Tiranë? Patjetër, kishim një eksperiencë, kishim filluar të kuptonim ato rregullat të para të merchandising. Unë kisha kriju dhe kisha lexu pak për McDonald's dhe kisha krijuar një ide që du të hap 100 filiale. Që atëherë ishte pak e pa logjikshme, po të flasim 2003, pra para 23 vjetëve, që të mendoja, atëherë ishte po hapi dyqan dhe kaloj gjithë jetën me atë dyqan. Nuk është se kisha hallë jetese, nuk kisha lind as një familje të varfër, as nuk kisha pas ndonjëherë problematika. Pra, thjesht doja të kisha sukses. Do të thënë, mund të rrija pa punu, mund të një familje me goxha të ardhura, sepse na kishte qelluar një trashëgimi, tregu i madh i medreses, tregu lahi që quhet, dhe ishim rahat nga kjo anë. Ajo që doja unë ishte të zhvillohesha, sepse që prej mosh 16 vjeçare si kisha marrë as i para familjes, edhe kisha zhvillu individualisht dhe doja të vetë sigurohesha vetë jetesën. Ndaj dhe mora shumë gjëra nga eksperienca e parë dhe e ribëra më mirë, si të merchandising, të sistemimi produkteve, si të përzgjedhja produkteve, dhe lexoja pafund libra mbi franchising, pra se si ti të bësh diçka të mirë, të shkruash materialet, SOP-na që quajmë ne Standard Operating Procedure, procedurat standarde, dhe se si ti pastaj këtë ide, këtë open source, këtë njohuri t'ja shesësh të tjerëve, duke i thënë që ti mund të hapësh vetë një filial Infinity, ku do në Saran, Girocaster, ne ta përgatisim me gjithçka, ne ta mësojmë komplet profesionin, ti duhet pagush veç lekët. Dhe kjo ishte ideja e zhvillimit. Po ti Rezi e kishe luksin, pra se thua që nga ana ekonomike ti nuk po vuaje të tipit për të paguar qeran ose kostot ose jo, qeran e paguja vetë, nuk është se kisha ne ndim nga familja për këtë gjë. Po si nxirri të ardhur, sepse të rinjt janë në këtë dilemën. Jo të gjithë e kanë luksin të kenë trashëgimi financiare apo mbështetje nga familja. Që ta shpjegoj që mos të keq kuptoj, unë nuk mora asnjë para nga familja. Pra po si e bëje pra që mbaje edhe veten? Gjithë investimi i parë ishte 4 milion lek. Unë në 2003 isha drejtor televizioni, kam qenë drejtorët më të ri televizioneve në Shqipëri në atë kohë. Pra kisha cili televizion? Te Shiaku kam qenë fillim, ka filluar në 2000 te Shiaku. Shiaku ka qenë fuqishëm. Ishte shumë fuqishëm. Prezantues, regjisor, më vonë drejtor programacion, redaktor dhe drejtor i përgjithshëm. Pra, kishe bërë një lloj kursimi tëndin. Patjetër, paguesha shumë mirë për kohën, kisha të ardhura. Si drejtor televiziore siguroja edhe reklama dhe kisha edhe kontaktet e mia, patjetër merrja përqindje edhe nga reklamat. Pra 4 milion lek të vjetra nuk është se ishin, por për pozicionin që isha unë nuk ishte, është se të ishin sot le të thonë 20 milion lek. Tash nëse punon drejtor televizionit dhe s'ke 20 milion lek, ik. Atëherë s'ke bërë asgjë. Pra ti e garantoje vetë jetesën. Po, dhe për shumë vite, unë edhe kur kam punu të Klani, edhe të Ora News, të gjitha, bëja 2 punë. Paradita bëja gazetarin, pas dite shkojoja shisja në dyqan, patjetër, në kuptimin që nuk është se e fuqizoja gjithë kohën biznesin me parate jashtme. Pra, biznesi ishte me humbje, i merrja me videoklipet që kam bërë, që videoklipet e Noise-it, Stines, e gjithëve, dhe gjithë lek shkonin me zëvendësu humbjet e Infinity's për vite me radhë. Me dhanë Infinity mund ta ke marrë paktën 4 vjet me humbje. Ashtu? Po. Kështu që nuk është se ishte aq e lehtë, duket i prallë e bukur. Do kthehemi te Sheshi Wilson prapë edhe te zhvillimi, po dua vetëm të bëj një pyetje që e diskutoj edhe me studentët edhe me të rinë në përgjithësi, nëse një i ri ka një ide shumë të mirë, ose të paktën ka një ide dhe beson te ajo që mund të zhvillojë, por nga ana tjetër i vjen dhe një ofertë nga një kompani për shkak të, po themi, profesionalizmit që ka ose aftësive, ti çfarë do t'i sugjeroje? Të luftonte fort për iden dhe të punonte për iden,
apo të fitonte pak të ardhura dhe kohë duke bërë 1 vit apo 2 vjet punën te kjo kompani, sipas ofertës që i ka ardhur? Ideja është gjëja më bullshit që ne i njohim. Pra, ideja nuk vlen hiç. Ekzekutimi i idesë dhe kthimi i idesë në një diçka konkrete ka vlerë. Po. Kam qindra ide që i kam aty. Kam disa që kam vite mbi 7-8 vjet dhe vetëm rrin aty. Kam disa ide që s'kan më vlerë tani sepse si kam vënë në zbatim. Fakti që ti ke një ide nuk do të thotë asgjë. A ke dalë ta shesësh atë ide, ke fillu të sakrifikosh për atë ide. Unë në këtë moment unë do isha shko puno te kompania patjetër, merr të ardhura, ruaj mundsi shko bëj 2 punë, ruaj disa para për investimin, fillo zhvilloj idenë tënde sa më shpejt, pra mos e lër në sirtar, dhe në momentin kur ti ka fillu ajo ide të gjeneroj para, dhe pastaj do të ta kuptosh vetë kur është një moment që të shkosh all in dhe të shkëputesh. Por deri në momentin që ideja, ti mund të punosh te ideja edhe pas dite, edhe natën. Por këto konceptet dhe këto teori që shikoj edhe gjoj shpesh nëpër internet që ti hidhu all in, burn the bridges, burn the boat, digje gjitha dhe hidhu, duken kështu aventura luksoze të njerëzve që nuk e balancojnë rrezikun. Ti në jetë nuk mund të sillesh si një njeri totalisht i papërgjegjshëm dhe të djegësh çdo gjë thjesht pse ke një ide. Ti unë them ti edhe nuk mund të kërkosh para nëse ti ke një ide, është gjëja më gabim. Ti duhet ta bësh atë ide të funksionojë, duhet të mblidhesh me 2 shok, unë do isha nëse është biznesi i parë, fillo me 2 shok, punoni pa para, çojeni deri në një vend, tregoni sa jeni të gatshëm me sakrifiku, tregoni si disa dhëna sa janë të gatshëm tjerë për të pagu dhe pastaj hajde te unë, hajde te dikush tjetër që do të investoj para dhe pastaj mund gjeneroni fonde, nuk është problemi sot fare për gjetë para. Mund gjesh 50.000 euro, 100.000 euro, 1 milion euro, 10 milion euro, i gjen nëse ti e ke testu atë produktin në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Ku i gjen këto para? Ne kemi një grup investimi që quhet Smart Investment. Po, patjetër, mund të investojmë deri në 10 milion euro. Patjetër, ideja duhet Por duhet të jetë ideja që t'ju bindi dhe të jetë realizueshme. E testuar, pra në prizmin që ti e di sa vin, kam këtë ide, na duhen 200.000 euro fonde. Po mirë, sa ke cost of client acquisition, sa ke kostën e përfitimit të klientit, sa ke ROAS, sa ke element të kthimit, sa ke runway, si do e përshkallëzosh në rajon, qa ke testu, qa ke bë deri? Jo, unë kam thjesht një ide dhe 2 klienta. Po mirë, dakor ti thash dikujt. Pse si investon edhe ti 10.000 euro nga lekët e tuaja? Po jo, ku ti gje? Po puno 2 punë, merr ja lek borxh baba e tezës, ashtu po jo s'japin. Po nëse ti nuk sakrifikon që ti vësh gjithë këto njerëzit në rrallë për të investuar te vetja dhe te ideja jote, si mund t'ja kërkosh tjerëve për shkak 200.000 euro? Pra ti duhet të tregosh, do lash xhamat, do kisha bën, do kisha marrë një kofë, dhe sot mund të fitosh deri në 3 deri në 50.000 lekë në ditë duke la xhama. 10.000 lekë secili xhama, trokit çdo derë xhamit. Kjo është sa ti sakrifikon për të mbrojtur idenë tënde. Airbnb e di çka ka bërë për të mbrojtur idenë e tyre? I mbaron lekët dhe meqense si ishte fushata e Obama McCain, shkuan bën kuti me Obama dhe McCain për cornflakesat dhe i shitën $3 vetëm se kishin paketimin e Obamas me McCain dhe fituan mbi $30.000 sa e majtën kompanin hub derisa filloi që gjeneroton. Derisa shkuan dhe kërkuan paratë e Y Combinator. Y Combinator tha, nuk më pëlqen ideja dhe kur i treguan se çfarë kanë bërë, që kanë shitur edhe cornflakesa për këtë gjë, drejtori Y Combinator vendosi të investonte te to dhe sot ato kanë shitje më shumë se çka buxhet Kroacia. Çdo $10 njëri mund të harxhohet në Airbnb. Pra, kur tjetri shikon sakrificat që ti bën, se sa ti je i gatshëm për ta bërë atë gjë, patjetër investon. Nëse ti s'punon dot as kamarier turn dytë për të investuar te ideja jote, atëherë ti thjesht do lekët e dikujt tjetër dhe do të gjesh rrugën e shkurtër. Pikërisht, po ai tjetri e ka vënë atë para me shumë sakrificë dhe normalisht do ta mendoj shumë herë para se ta çojë te ty. Të kthehemi te sheshi Ulson dhe te kancelarit, sepse në fakt ne dikur i thoshim kinkaleri, sepse ishte një miks më i madh. Një miks, po.
pastaj u specializu. Ka qenë një nga vendet e mia të preferuara gjatë fëmijërisë, me thënë të drejtën, dhe unë Rezi gjej një lidhje shumë të fortë mes njerëzve që duan kancelarit apo kinkalerit dhe të ardhmes së tyre të ndritur, që do të thotë nëse shikoni fëmijë që duan të shkojnë drejt kancelarive, të blejnë një blok, një stilolaps, Diçka të vizatojnë fiktorin. ata do e duan shkollën. Nuk e di si mendon ti. Ke vëre një lidhje të kësaj natyre? Unë e kam vënë re sepse kam një histori për shembull në prizmin që kur kam pa tani një vjet një grua që erdhi, ajo mund të ishte një 25 vjeçe, edhe po isha unë aty dhe po bëja një kontroll të dyqanit, edhe thash e kam me shumë qejf për të ardhur këtu, punonte drejtërish një institucion dhe tha gjithmonë kam ardhur këtu. Ti më ke shërbyer kur unë kam qenë 4 vjeçe, tha. Ashtu? Mund të ishte 26 vjeç, pra 22 vjet më vonë, pra ajo kishte ardhur me vajzën e saj. Ndërkohë që kishte qenë dhe fëmia aty. Kishte qenë që 4 vjeçe dhe unë i kisha dhënë ato bojrat e pikturës, po më dukej vetja legjendar i plakur, dhe po më tha, maj mend që më ke dhënë ato bojrat e pikturës dhe gjithkohon shkruanim dhe e kisha me pasion, sepse lidhja me fletën, me lapsin, me stereolapsin, shumë e madhe dhe të bën që ti të shprehesh gjërat që nuk i shpreh dot në celular apo nuk i shpreh. Ti shkruan me fantazi më të madhe në bllokun tënd. Ngjyros me ngjyrat me fantazi më të madhe se sa ti ngjyrosësh në tablet. Ndaj, shoh një lidhje shumë të mirë mes arritjeve dhe gjërave të shkruara. Ne kemi një sondazh interesant që kanë pas vërë në Harvard, se di vitin fix, por që kanë testu 15 vjet histori në një kohë që testonin dhe pyesin njerëz cilët janë ambicet e tuaja dhe qëllimet e tuaja. Ku një pjesë nuk kishin fare, një pjesë kishin dhe vetëm 3% e tyre i kishin të shkruara objektivat dhe ambicjet. Dhe pas diku rreth 15 viteve i gjetën këto individ dhe pyetën për të ardhurat e tyre. Dhe këto që i kishin shkruara objektivat e tyre në momentin që ishin bërë pyetësori, kishin pasuri këto 3% më shumë se të gjithë 97% e tjerëve. Çfarë du të them me këtë gjë? Nëse ti i shkruan gjërat, ke shumë më tepër mundësi, sepse së pare ke një qartësi mendore dhe së dyti ti ke vizualizuar një farë mënyrë dhe çdo ditë operon duke shku drejt atij fundit tunelit të cilit ti a di kur shkon drita. Ndaj e bëj shumë lidhjen e gjërave të shkruara me laps dhe me letër me suksesin. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord, ja u them dhe të rinjve që në këto kohë shkruajini gjërat. Domethënë si mundet që të nisësh ditën mos kesh, po themi, një agjendë sa do të thjesht, nuk ka rëndësi. Çfarë do bësh gjatë ditës? Çfarë vizioni ke për 5 vite, për 1 vit, për 2 vjet? Thënë janë fare ndonjëherë pa laps, pa letër, madje qëndroj po të mora vesh, e kuptova, po do të thënë si mundet ti mbash mend në fakt, çdo gjë pa. Nëse do e dija që do bite biseda këtu, do të bija një blog timin që e kam qenë 2004 dhe plani është deri në 2052. Pra, është i shkruar çdo vit dhe deri të paktën deri tash në 2026, edhe me shoqe kur e ka pa, po thuj se gjitha gjërat i kishin bërë para kohë, pra kisha shkruar kur do martohem, kur që do bëj doktoraturën, do bëj fabrik, do bëj këtë, do merrem me zhvillime. Fabrikën se ke bërë më? E kam bërë. E ke bërë? Patjetër. E ke bërë? Çfarë ke bërë? Kemi një fabrikë prodhimit, e kemi në Kosmaç, në Vodes. Nuk e dija këtë gjë. Patjetër, kemi një fabrikë prodhimit, të prodhojmë çdo produkte promocionale, të element priza çelësa elektrik. Pra, atë kam bërë që para 15 vitesh. Fabrikën është një fabrikë shumë moderne automatike dhe prodhojmë për Europën, Italinë prej shumë vitesh. Po kemi prodhuar edhe për Carrier, kemi prodhuar për koncesionera, kemi prodhuar për kompani si Iveco etj. Çfarë zone? Në Shkodër. Në Shkodër, pra. Dhe keni punësuar? Po, staf aty. Pra, në vetvete kisha deri edhe kur do bëj me fëmijë, sa fëmijë do bëj dhe të gjitha kanë rezultuar shumë, kanë rrjedhur. Po. Pra në vetvete njeriu i shkruar mund t'i lviz, një jeta ka të papritura, ti e shkruan zëre se s'ka, se ti nuk e din për sa kohë je gjallë, po thunë nëse do jem gjallë, qëllimi është kjo. Kishim shkruar kur do zhvilloheshim edhe në projekte ndërtimi, pra kisha një ide të qartë
se si do ishte rrugtimi. Patjetër që mund ndryshoj, kisha futur edhe zhvillimin në rrjete fast foodesh që nuk e bëra, por do e bëj. Pra janë disa prej ideve që ti shkruan sepse të jep një rrugtim shumë qartë asaj që do bësh. Të kthehemi te sheshi Wilson, pra u hap pika e dytë e kancelarisë në Tiranë, si e zhvillove më tej? Domethënë çfarë sfidash pate? Sfidat e kisha sfidat e stafit, unë akoma kam stafin si gjete. Akoma kam sot në personin e parë që kam punësu të sheshi Wilson në 2003. Akoma sot është aty. Po si e ke mbajtur, si ke joshur gjithë këto vite? Nuk e kam mbajtur, më kam mbajtur ajo, na kanë mbajtur neve. Ashtu? Pra, njerëzit mbajnë njëri tjetrin, nuk e mban ti dot një njeri. Është komunikimi, ne kemi një kulturë shumë besoj pozitive pune, ku kemi komunikim shumë të mirë, nuk lejohet ngritja zërit, nuk lejojmë njerëz me element negativ, pra ti mund të prodhosh sa dush, mund të kesh sa dush rezultat, por nëse s'kemi ne besim te ti dhe ti besim te kompania, nëse krijon një atmosferë jo të mirë, patjetër kemi incentivat tanë, personi është aksioner i kompanisë tani, pra kemi pas rrugtim të gjatë bashkë, ka kushte tjera trajtime, nëse dikush ka 2 javë pushimet e verës, personi mund të ketë 1 muaj e gjysmë pushimet e verës, pra ka disa kushte. Unë besoj që njerëzit nuk duhet trajtohen në mënyrë të barabartë. Kam qenë i njerë që njerëzit duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, jo, njerëzit duhet të trajtohen me drejtësi. Dhe drejtësia nuk ka të bëjnë me barazin, po ka të bëjnë me prodhimin çfarë ti bën. Nëse ti je një njeri që për 23 vjet ti mban këtë pikën këtu dhe shndrit dhe ti merakosësh më shumë se unë që kjo puna të ketë pikë, është e pa barabartë të trajtoj në mënyrë të barabartë. Kjo është pa drejtësia më e madhe. Ndaj, ne një pjesë të punojësve të kompanisë kemi edhe aksioner, kemi bërë aksioner të kompanisë. Kemi gjetur performance si... Ato e kanë meritu, nuk e kanë gjetë fare unë formën. Qose një njeri e njeh kompaninë më shumë se unë, merakoset më shumë se unë, ka hallë më shumë se unë, i takon të jetë aty, dhe i takon të jetë edhe më tepër. Ne tashmë çdo vit dhurojmë pjesë të aksioneve të kompanisë njerëzve që e meritojnë. Nuk ka erdha qa përfitoj unë se di fare se qa bën ti, se di qa rezultati, trego, fiton, parimisht ne duhet shkojmë drejt asaj që një njeri duhet prodhoj të pakten 20 fishin asaj që merr. Jemi akoma larg. Nëse ti paguash 700.000 lekë, ti duhet të sjellësh në kompani 14 milion lekë fitim. Kjo është detyra jote. Nëse je poshtë këtij standardit, mira është që të shikosh për një vend tjetër pune. Si në vendin e duhur, si aty në profilin e duhur. Nuk po prodhon pra. Ti, sepse me atë 14 milion që do të prodhosh, nuk është e do marrun. Do jenë pagat e tjerëve që s'mund të prodhojnë, për shembull, pra një shofer ndoshta s'mund të prodhojë, se ka vetëm një detyrë shkoj nga pika A te pika B. Një ekonomist ndoshta mund të kursej, po mund të jetë një operator dhënash që s'ka çfarë prodhon. Pra ti do prodhosh edhe për tjerë, do prodhosh për taksat, do prodhosh për qerat, do prodhosh për internetin, për kredit, për çdo gjë. Dhe ajo që ti merr duhet të prodhosh 20 fishin e asaj. Po, e asaj që po pretendon, po themi në këtë rast. Për rrogës bas. Si u zgjerove pastaj pate fat në fillim me gjetjen e këtyre njerëzve, përdore një proces të kujdesshëm selektiv, pra për zgjedhës, si? Unë nuk është se besoj shumë te çështja e fatit. Fati është, do të thënë, fati është si ta bësh. Nën drejtori përgjithshëm ka përshtypjen në Microsoft thotë fati është si puna e autobusit, që ti duhet paraqitesh gjithmonë në orar, që kur t'jet ai çasti i duhur, ti të kesh blerë dhe biletën dhe t'jesh gati që të hypësh direkt në të. Pra, në qoftë se ti do të kesh fat, ti do të stërvitesh aq shumë, ti jesh gjithmonë aty gati që një moment që kalon ai autobusi, ti ta kapësh. Po nëse ti shkon asnjëherë te stacioni i autobusit, çfarë fati do kesh? Gjithë njerëzve që presin atë çështjen e fatit, i them ti duhet përgatitesh, duhet jesh gati, duhet jesh aty. Procesi ishte ajo mendësia që kisha pasur. Procesi është mendësia. Duhet bëj 100 dyqane dhe pastaj shkova. Më pëlqeu një dyqan, shkova te kamarieri përballë, i lashi 50.000 lekë, thash kur të lirohet ai dyqani do marrësh telefon. Pas një 3-4 muaj morin telefon, po lirohet dyqani. Gjetëm dyqanin komunë së Parisit, pastaj fillova të njëjtin proces edhe për dyqanet e tjera. E kisha këtë mendësinë që çdo fitim duhet hidhej brenda kompanisë dhe ne s'kemi marrë asnjëherë fitime nga kompania tash 27 vite.
njerëzit mund mos ta besojnë. Pra, në vetvete çdo gjë që gjenerohet, investohet sërish. Po. Pra në vetvete kompania nuk është e imja. Ligjërisht është e imja. Po. Në vetvete është e punojësve, sepse investohen për paga më të mira, për zyra më të reja, për një zhvillim më të mirë. Unë çoj në shtëpi atë rrogën time, që kam një rrogë shumë të mirë patjetër, që nuk kam probleme jetese dhe mbi jetese, ama asnjë fitim të kompanisë ne nuk e marrim vetë. Kjo është një strategji që ne kemi vendosur në mënyrë që kompania të zhvillohet. Ne çdo javë hapim nga një filial 3. Dhe hapet nga fitimet e kompanisë. Janë mbi 80. Dhe pastaj kemi edhe në shtete tjera. Kemi në Serbi, kemi në vende tjera, po patjetër. Keni edhe në Serbi? Po, kemi një. Si jeni zhvilluar atje? Master franchise, që do të thotë kemi besuar te dikush që të zhvillojë ato filialet e veta dhe duam të vazhdojmë patjetër. Kemi partner në Kosovë, Maqedoni, Malzi, domethënë. Dhe duam të vazhdojmë komplet pjesën e Europës duke ecur me sistemin Master Franchise. Çfarë ke mësuar diçka aty që është ndryshe nga blerësit shqiptar, po themi, ose klientët shqiptar? Asgjë ndryshe. Është njësoj? Një lloj. Është njësoj. Një lloj. S'ka, natyra njerëzore natyra njerëzore, edhe kur vinë më thonë, jo se ti si njeh këto nga Saranda, si njeh këto nga Tropoja, si njeh këto nga Shkodra, edhe këto nga Shkodra më kanë thënë që si njeh. Fare e them unë. Pra, kur njerëzit duan të kundërshtojnë gjejnë justifikimet, kur duan të punojnë gjejnë zgjidhjen. Varet nga ajo që kanë brenda vetes tyre. Kam lexuar në fakt disa libra të leadershipit, Jim Collins, Owen edhe të tjerë, që e thonë qartësisht ti mund të mësosh shumë gjëra punonjësve tu nga ana profesionale. Pra, si vendoset mikrofoni, si kompozohet plani etj etj, po vetëm me karakterin atë nuk ja u mëson dot. Ajo është pjesë e tyre, qëllimi është brenda tyre, ose dëshira për të qenë bashkëpunues është një gjë që nuk mësohet sado që ti do përpiqesh, si thua, po në raport me teknologjinë, se duke qenë që keni, thash, është një fushë që mua më pëlqen shumë, sepse kam dashur që e vogël të zhbiriloja bloqet, stilolapsat, po në fakt teknologjia ju solli një sfidë shumë të madhe, me thënë drejtën, në pikpamje të se çdo gjë tani është virtuale. Si e kaluat këtë periudhën, apo për ju nuk kishte asnjë shqetësim, asnjë problem, asnjë. Maj mend që Kodaku është një kompani që bënin kishte aparatat fotografik, ishte dhe Polaroid, dhe qëndrimi tyre stoik për të mos ndryshuar asgjë i bëri që sot janë një kompani të zhdukura, Polaroid për shembull, ose filmi i aparatëve të fotografik. Dhe kur i shkuan vet Kodakut për ta zhvilluar për pjesën e aparatëve digital, thanë jo. Ndërkohë që atë gjë e kapi Sony. Ne çdo ditë, çdo sfidë e shohim si mundësi. Që do të thotë edhe pjesa teknologjike, patjetër që sjell disa sfida, sepse njerëzit printojnë më pak, ka më pak letër, dhe kur ka më pak letër, ka më pak bojra, printers, tela, makina kapse, çdo industri. Dhe zhvilluam viralitetin e lodrave. Sot për shkak ne po bëjmë namin, sepse në TikTok e tjerë kanë dalë ca squishy slimes e tjerë. Dhe bëhet namin, dhe ka sa ik një labubu vjen një slime, sa ik një slime vjen diçka, pra ne po përdorim teknologjinë për të shit produkte fizike. Po përdorim teknologjinë për të shit produkte teknologjike, pra çdo gjë që ka të bëjë me teknologjinë. Po përdorim teknologjinë për t'i dhënë njerëzve mënyra se si mund të krijojnë më tepër, një paketim të bukur, një pikture interesante, një kombinim mes teknologjisë dhe pjesës kancelarisë. Pra, unë për shkak isha në Kinë vitin e kaluar dhe me fabrikat atje, se është e pamundur ta bësh me fabrikat italiane se kanë shumë kosto, por zhvillojmë disa karta që ti fut në një aparat dhe lexon në shqip dhe në anglisht për t'i mësuar fëmijëve të vegjël një pamje, mollën, si thonë, pra molla, në anglisht, shqip dhe ta bësh përmes teknologjisë, përmes fani ose një si tablet, kemi zgjedhur shumë loja që të përshtasim teknologjinë për të mësuar ngjyrat, fjalët, fjalorin, videoprojektorin, pra ti duhet të përshtatesh çdo gjë nëse do të mbijetosh. Ti nuk mund të marrësh atë dyqanin e 2003-shit dhe thosh, ky ka qenë identiteti im. Identiteti jot ndryshon. Ne tashmë po përgatitemi për fazën e re. Do ribrandojmë vitin e ardhshëm të gjithë filialet tona, do t'i bëjmë pak më teknologjike.
Pra nëse ti nuk ndryshon në mënyrë të vazhdueshme, do vdesësh. Do marrësh Po nuk fund. urrite, nuk vdes. Do të thënë, po nuk urrite ti vdes dhe ti je në rënje. Për ta thënë edhe diçka që në raport me paraja nuk të teston vetëm xhepin, po të teston karakterin. Ndaj shumë e rëndësishme që ti të kuptosh që edhe te puna, edhe te biznesi, ti do matesh se si bën ndarje të gjërave, se si bën ndarjen kur ti ke. Edhe Zoti, po edhe karakteri, nuk të testojnë kur ti merr, por kur ti jep, si ndan. Kjo është e rëndësishme. E vërtet. Si menduat pastaj të zhvilloni më tej me fondin e investimit, me Smart Hills? Që një fazë më vonë, madhomendja. Po, patjetër, duke qenë se po prodhonim shumë para edhe me rrjetin e dyqaneve, u kriju një kapital investimit të cilin donim edhe ta diversifikonim dhe po mendoja që të investoja edhe në kompani tjera. Diversifikimi si proces është i rëndësishëm për biznesin. Është i rëndësishëm një fazë që ka marruaj fokusi. Pjesa e diversifikimit ka të bëjë masi që ti ke marru fokusin total dhe ke ngrit shumë mirë një biznes. Jam shumë kundra ta diversifikosh kur ti je në hapat e parë. Ka shumë njerëz thonë, po bëj këtë, do bëj edhe këtë, do bëj edhe këtë, të bëj 3 biznese dhe nga njëri diçka do dali. Fokusi është gjithçka. Ti duhet të fokusohesh maksimalisht 100% në momentin që ti je të bë atë biznes. Patjetër shumë vite më pas kur ti në fillim ke ndërtu biznesin dhe pastaj biznesi ka ndërtu jetën tënde, pastaj ti mund të ke mundësinë për të liru, pasi që ke ndërtu strukturat dhe stafin, që të investosh edhe në biznese tjera në mënyrë që të testosh veten në biznese tjera, pasi unë mendoj që nuk ka si përmarrë serial suksesshëm dhe të pagabueshëm. Ka si përmarrë suksesshëm që kanë mësu gabimet e tyre dhe kanë bërë shumë gabime sa nuk janë të gatshëm të bëjnë gabime tjera, por që nuk është se janë të pagabueshëm. Dhe fillum të investoj. Pas sa vitesh që kishe strukturuar mirë Infinitin, nise të bëje këto hapat e tjera? Shumë vonë, pas 22 vitesh. Dhe fillum, po merr në disa kolekt mi si përmarrës dhe thanë, njëri kam 200 euro, tjetri kam 300, tjetri kam 500, ne i menaxhot ti. I thash, okay, hajde se po gjej projekte dhe ide, pra, dhe krijum të parin atë që unë e quaj venture capital në Shqipëri. Pavarësisht se ne akoma s'kemi një ligj të mirëfillt që qartëson se çfarë është venture capital. Rizi, ne kemi pasur të rinj shumë talentuar që kanë krijuar startupe në Shqipëri dhe një nga çështjet që kanë sjellë në diskutim është se nuk afrohen fondet nga jashtë investimit për shkak të mungesës së kuadrit ligjor, pra. Nuk e di se mbase ti ke më shumë informacion në këtë aspekt si është konkretisht. Ndoshta nuk ka pasur asnjëri idenë e caktuar se sa është validuar, sepse për një fond investimesh edhe nga jashtë nuk e ka problem. Është problem këtu se si ta ndërtosh një venture capital, po atje e ka ndërtuar dhe mund të investojë. Pra bën vetëm pjesën e investimit. E rëndësishme është që ne donim të ishim pararoj. Do dali ligji mazi vit 2 vjeç, po të paktën ne jemi gati. Jeni të vetmit, jeni ndër të vetmit? Unë them ndër të vetmit, nuk e di a jemi të vetmit, se nuk është se i kam evidentuar si, po besoj jemi ndër të vetmit që kemi krijuar një fond investimesh për çdo gjë, nuk ka vetëm startup. Çfarë do të thotë startup? Kuptimi që nuk është vetëm teknologjik, mund të jetë rrjet franchise, mund të jetë kompani distribucioni. Ne kemi fond investimesh, patjetër kemi prioritetet tona ku do donim me investu, po sepse nuk e njohim shumë butësinë, për shkak që na thotë dikush të investojmë butësi, ne nuk investojmë aty ku ne nuk njohim dhe s'kemi njohuri. Kështu që do investonim franchise, do investonim në zhvillim, në ndërtim, do investonim në aplikacione që njohim shumë mirë, sepse kemi qenë themeluesit e e-commerce-it në Shqipëri dhe të shitive online, në shoppingtv.al, dhe kemi bërë shumë punë dhe kemi krijuar edhe shoqatat e biznesit online. Si sot e-commerce në Shqipëri? Cop. Si ka mundësi? Këtë më shpjego pse është bërë kaq grop? Sepse e shkatruan, të shkatërroje. Kemi që në 2014 që themi biznesi online duhet të formalizohet. Shteti e ka në dorë ta formalizojë, shteti nuk po e formalizon. Po mos është shkon përkundër interesave të mëdha të qendrave tregtare në Shqipëri etj.
Po jo, unë nuk besoj sepse edhe qendra tregtare kur dojnë, po thjesht është një mënyrë për t'i lënë ca Ki njerëz. parasysh kur shqiptarët para po themi 3-4 vitesh, 5 vitesh porosisnin online, filloi pastaj u vendos një taks shumë e lartë për çdo porosi online, sepse blinin po themi veshje më lirë. Unë automatikisht e lidha me faktin e interesave lobuse në Shqipëri se Jo, po i çonin parat jashtë. ta shpjegoj edhe një herë se ndoshta nuk u kuptova qartë. Pra, tregu e-commerce online për blerjet në Shqipëri është cop-cop, jo se nga jashtë. Tash për shembull ke Temu që Nga jashtë vazhdon, po ke Temu që do bëj këtë vit rreth 100 milion euro në Shqipëri, xhiro. Ashtu, ëh. Pra, e kuptojmë, ne po flasim për një xhiro 300.000 euro në ditë. Pra, tregu online për blerjet jashtë Vazhdon funksionon mirë. Aty nuk e pash unë si problematik, aty e pash si drejt dhe nuk e pash çështje oligarkësh e jo oligarkësh, pavarësisht se mund të flas sa dush dhe nesër për atë gjë. Tashi, problemi është që nuk ishte tarif për blerjet online dhe fillun shumë biznese duke ble jashtë dhe duke mos pagu taksa. Dhe ne që importonim, ishte mënyrë pa drejt, pse të paguajnë TVSH, paguaj gjitha taksat dhe ti ta marrësh pa i tarif. Dhe u bë mbi 20 ca euro për ato që blejnë shumë, do pagush edhe ti TVSH-n, siç e paguaj unë për të njëjtin telefon kur e blej nga jashtë, e importoj, e taksoj 20% dhe ta shes ty. Ashtu edhe ti nëse blej një telefon jashtë, paguaj 20% që pra nuk u takson e gjë më shumë se bizneset. Po. Ishte vendosje e rregullave të barabarta dhe kjo ekziston në shumë vende të botës, bile ka që e kanë edhe që prej 10 euro. Problemi ishte këtu që i lan online-in 90% informal, në një treg rreth 400 milion euro, 350 milion euro që ishte atëherë, mbi 90% e bizneseve as nuk ishin as nipte as si gjë dhe ishte shumë e thjeshtë për ta lidhë, se dikush thotë si ta gjej ai nga celulari Instagrami, o ti e gjen me postat. Gjitha postat pakut ja kanë faturën, ja kanë niptin dhe s'ke punë ti fusësh në burg postat siç e bën një 3 herë, ku çin ato korrieret e shkret. Jo mo, njoftoi atë e thu, je gjet para lajmërimi i parë, i dyti me gjop, i treti penale. Dhe se bëhet e kërkush 100% e bënin brenda një jave e formalizonin. Edhe sot 90% edhe sot 90% është informal. Nga me 3500 shitës online, ja 500 janë formal, 3000 janë nga kati shtati pallatit. Blihet e tregu pa faturë, shite pa faturë, nuk është problemi se s'po kam hallë, se s'po i paguajnë ca taksa shtetit. Halli është që ky që e bën me faturë është i humbur. Dhe ne gjithë që investuam në atë treg, u tërhoqëm pas sa vitesh sepse nuk ja vlen. Ti s'mund të garosh me dikën që hyn mes pistës dhe ja fut vrapit aty. Aktualisht njerëzit shesin vetëm me Instagram, i cili nuk është online. Është thjesht një mjet komunikimit për të bërë edhe i pa formalizuar kryesisht. Patjetër i pa formalizuar. Patjetër. Ne kemi me detyrim që duhet të kishte pasur prej 10 vitesh që në website vendoste niptin, të bëhet të faturën, asnjëri s'u bë dhe vazhdon mos bëhet dhe s'duan ta bëjnë, sepse ndoshta thonë le të jenë ca njerëz aty që nga të papunë janë të vetpunësuar. Rizi, çështja është që mund të ketë të rinj që interesojnë ose njerëz me ide apo me ide mbas edhe testuara, si të drejtohen te fondi juaj investimeve, do të thënë keni një website, keni si t'ju kontaktojnë, se mbase mund të ketë njerëz që vërtet dhe mund t'i ndihmojmë gjatë kësaj bisede, çuditësisht. Në fakt se kemi fare si qëllim të ndihmojmë njerëzit. Ne nuk kemi ndihmojmë në kuptimin nëse e meritojnë dhe nëse kanë rezultate, e tham atë. Edhe herë. Du ta qartësoj sepse e konsiderojnë sikur biznesi është një institucion që e ka për detyrë punësimin, e ka për detyrë të paguaj paga të larta, e ka për detyrë që ti ndihmoj njerëzit, ti trajnoj. Jo, misioni i biznesit është që të prodhoj vlerë e përpasoj të prodhoj para që të paguaj njerëzit dhe të paguaj ato taksa. Në vetvete është misioni individit që të ndihmoj të vetrajnohet. Jam kundra edhe koncepti që kompanitë të trajnojnë punojësit e tyre. Jo, patjetër që jam kundër. Njerëzit të trajnojnë veten. Kur ti nuk paguan para dhe kur ti nuk investosh për të zhvilluar vetë, pse ta ka për borxh kompania? Kompania mund të shpjegoj procedurat e punës, jo të trajnoj ty për zhvillimin tënd personal.
Ne madje kemi bën disa herë kemi thënë, është një trajnim, kompania do të paguaj 90% dhe ti do paguash 10%. Pse do paguaj 10%? Jo, s'do shkoj. Pra kur ti nuk je i gatshëm, unë jam i gatshëm të paguaj për ty, të paguaj për ty, që ti përmirësosh dhe ti dia e ke gjithë jetën, ndërkohë që unë s'të kam gjithë jetën si punojës, dhe ti heziton për ta bërë gjë, është detyra ime gjë? Jo, unë nuk kam as jam votu, as kam as një përgjegjësi publike, dhe kur flas unë jo unë si individ, po si biznesi, nuk ka as një përgjegjësi publike, as të paguaj, as përmirësoj ty. Se ka shumë njerëz që thotë unë kam hallin, se unë kam shtëpinë, se unë kam makinën, ti nuk paguash për hallet që ke, po për rezultatin që ti prodhon. Dhe kur ne e themi këtë, na masakrojnë rrjetet sociale, se ju sklavopronар, dhe ju sklavopronar, se çfarë do bën njeriu me 400.000 lekë, po pse problemi i biznesit është çfarë bën ti me 400.000 lekë? Kur ti merr 400.000 lekë, do të thotë që s'ke pik vlerët në tregun real, që kompanitë nuk janë të gatshme të paguajnë, sepse ti s'po prodhon. Shko për shiti atij dhe silli 20 milion lekë xhiro, shikoja është i gatshëm të pagu. Shko silli 30 milion lekë xhiro, shikoja është të puth këmbët. Pra biznesi është në shërbimin tënd kur ti i sjell dhe nuk ka asnjë lloj detyrimi me të pagu fare në momentin që kur ti nuk sjell asgjë. Vërtet. Ndaj, për të ardhur te përgjigja, patjetër që ne kemi një website, është krejt e thjeshtë të gjesh çdo njeri të mundshëm. Kush ka dashur ka shkruar në Instagram, ka shkruar kompanisë në website, ka numrat e telefonit. Nëse ti do gjesh dikë, nuk e kam për fare problem. Unë për shembull kisha në një libër që shkruan si të bëni fëmijët milioner, që është libër interesant sepse mendoj unë, sepse po flet jo realisht si ti bësh, po si ti mësosh këtë mendsinë, se si ato të bëhen milioner, në prizmin që si ti mësosh mendsinë e suksesit. Ai mund të bësh edhe një sportist shumë i mirë. Dhe të njëjtat parime janë. Zgjohu herët, puno fort, kesh disiplinë, kesh konsistencë dhe të japësh më shumë se ç'të kërkohet. Kjo është disiplina e biznesit, e një artistit, e një muzikantit, e një sportistit. Unë nuk kam pa balanca shumë të mëdhaja të rahatia apo motivim. Duhet motivosh ti për shembull Ronaldon apo Messin apo Michael Jordan kanë pas nevojë për motivime? Jo, ato kanë motivu veten. Ç'është kjo ideja, teoria që ne të duhet motivojmë punojësit, të marrim me të mira, apo të motivojmë një menaxher. Por le pa punë këta që motivojmë punojësit që kanë dalë. Nuk duhet ta motivojmë, sepse ti duhet ta shkëputësh faktin nga emocioni. Emocioni është që të vi të them unë ke bën një punë shumë të mirë. Pse duhet ta them? Sepse një ditë që s'do ta them do të mërzitesh ti. Ti paguash për të bërë punën shumë të mirë. Po. Ti s'paguash për të bërë një punë të keqe. Jam kundra që ti duhet shkosh patjetër të i thush. Nga ana njerëzore, ti duhet ta pyesësh si je, s'ka problem, unë jam patjetër që ti duhet kesh empati për njerëzit. Edhe nëse ai s'prodhon një ditë, ti mos shko ti thush direkt, pse se ke bë? Cila është arsyeja, pra, cila është situata? Mund të ndihmoj se mund të ketë një arsye që e ka përcen ai. Por ti nuk je motivues si njerëzve, se po ty kush të motivon? Kur ti zgjohesh keq, kur ti zgjohesh pa entuziazëm, po ti kush të motivon? Vinë gjë të punojësit thonë si kishe hallet mbrëm? Jo. Pra ti nuk i ke punojësit as shok, as miq, ti ke antar të ekipit. Sot nuk ka më punojës, ka ekip. Pra ti ke antar e ekipit dhe as ti as ato s'duhet motivojnë njëri tjetrin. Ti ju thjesht paguani të gjithë për të bërë më të mirën. Ndaj për të kërkuar diçka, patjetër. Unë thash për librin, gjëja e parë i kam shkruar Vasil Naçit, i kam shkruar si je, jam të bëj këto, desha takoj edhe për podcastin. Pra në 2 minuta shka kthy përgjigje, kam shkruar vullnetësinë së Big Market. Patjetër më ka thënë, jam surprizu që ti mund të shkruash njerëzve që kanë bën xhiro 200 milion euro, 300 milion euro dhe të përgjigjen për një orë, për 2 orë ose të nesërmen. Por ti nuk mund të thush, si më kanë shkruar mua disa, vllai kur je për një kafe. Asi vllai im dhe edhe ato duhet të kenë interes për të dëgjuar ty dhe që ti të japësh disa ide, të shkëmbesh një informacion. Pra mund të shkruajnë cili do, jo vetëm smartvest.al, po cili do që mendojnë që mund të sjellë vlerë financiare dhe mund t'ja investojë atë startupin e tyre. Të kalojmë te Smart Hills që ju keni zhvilluar, pra dhe po zhvilloni, madomendja,
pash disa video të shkurtra lidhur me idenë që keni, pra një kompleks si njerëzve që punojnë apo jo. Çfarë mund na thuash diçka më shumë? Unë mendoj se tashmë njerëzit nuk po blenë më metra katror. Unë mendoj se njerëzit po blenë status, po blenë një mënyrë të re jetese, dhe luksi i ri nuk do jetë makina, po do jetë qetësia dhe ajri, hapësira ku ato jetojnë. Pra, nëse ti do të blesh diçka të mirë, ti do shikosh përtej shtëpisë tënde. Sa del jashtë, del në rrugë makine, apo del në një park, del në një gjelbrim. Ndaj dhe me këtë mentalitet, ne e fillum përzier edhe me mentalitetin që kam unë, që njerëzit duhet rrinë me të ngjashmit e tyre. Njerëzit të çojnë fëmijët në shkolla private jo se mësojnë më mirë, jo se mësuesit janë më të mirë, se janë të njëjtet, por sepse aty kanë fëmijë të ngjashëm me shtresën e tyre, me prindrit janë të ngjashëm, mentaliteti është i ngjashëm dhe nuk e kompleksojnë njëri tjetrin, nëse një fëmijë thot isha në Barcelonë, tjetri thot po isha me familjen në Dubai, dhe nuk ka diferenca të mëdha sepse pak a shumë të gjithë paguajnë të njëjtën tarifë dhe detyrimisht ajo tarifa i bashkon. E njëjta gjë është edhe në kompleksin e banimit. Unë do doja që fëmijët e mi të shoqërohen me fëmijën e Valmorës, sepse janë fëmijë të ngjashëm, me ambicie të ngjashme, dhe mendojmë që komshit i shtojnë vlerë kompleksit. Shkodër kemi shprehje, komshiu i keq ta përgjysmon vlerën e shtëpisë, i miri ta dy fishon. Ndaj po mendohemi ta përzgjedhim edhe audiencën dhe duke kombinu gjelbrimin e madh, hapësirën, parkun, kopshtin, after schoolin, fushën e sportit, co-working space, bar, restorantin, ne mendojmë që kemi bërë një ndër gjërat më të bukura. Jo se kemi bërë një gjë ne në dizenjim, por sot për sot është kompleksi më i bukur në Tiranë nga studio franceze që e ka dizenjuar. Ne thjesht kemi paguar lekët. Janë ata që e kanë ato që e kanë realizuar sipas frymëzimit tonë. Ne kemi dhënë këto parametra, s'duam asnjë vilë bashkëngjitur, asnjë palacin bashkëngjitur, duam të kemi mbi 60% sipërfaqes ta kemi park brenda parkut, se ne te parku i liçenit Farkës. Kemi 1 minutë afër pedonalet dhe një park brenda parkut, kemi marrë bler token që ka ulli aty dhe i kemi rujt dhe po bëjmë një sektor komplet me ullishte, që është gjë shumë e bukur, pedonalja, gjithë kompleksi s'ka asnjë makinë sipër dhe gjitha janë në tokë, është pedonale komplet dhe është gjë fantastike. Ndaj luksi i ri do jetë ajri, s'po them as ajri i pastër, po të paktën të kesh ajër. Po, për atë jemi në kërkim të gjithë, po do t'i zgjidhni ju me përpikmëri këta banorë që do të jenë aty? Ne kemi zgjedh. Po, i kemi zgjedh një pjesë, pra një pjesë të madhe, kemi bërë. Do ketë ndonjë që ka interes të investoj? Patjetër. Me aty investimi është për gjithë, hapësira është për gjithë, mund të investoj në kompani, mund të investoj në metra katror, në blerje. Thjesht jemi mundu që ato njerëz ti takojmë 2-3 herë, të pimi kafe, pra thjesht mos të shesim, dhe ne kemi shit me agjenci, kemi shit vetë kryesisht në këtë, dhe kemi vetëm një agjenci partnere që ja kemi lënë, po jo me gjithë agjencisë, sepse ne duam të njohim audiencën. Patjetër, unë se kam në kontroll kuj do ja shesësh ti më vonë, po të paktën nëse unë ndërtoj bërthamen e mirë, ti do të tërheqësh motrën, vllajin dhe njerëzit e ngjashëm. Dhe nëse aty janë njerëz të ngjashëm, sipërmarrës, doktor, jurist, avokat, njerëz të punës dhe të biznesit, edhe ato do të tërheq njerëzit dhe dikush që është jashtë kësaj kategorie nuk do vi aty se nuk do e gjej veten, ai do doj një kategori tjetër njerëzish për krah. Dhe ne kemi thënë, bërthama e njerëzve, ajri i pastër, gjelbrimi, dhe ky besoj po merret dhe do prezantohet dhe do merret si projekt pilot për shumë zona të tjera për hapësirat që ka kriju. Dhe nuk kemi bërë asgjë bashkëngjitur, për mua duket një nonsens që ti të bësh vila dhe ti kesh bashkëngjitura. Çfarë sensi ka që ti të kesh një vilë dhe të kesh ndërkohë që dikush i bie murit tënd. Nëse ti po blen në ato shifra që për mua janë shumë shtrejta, ose kuptoj se i blej njerëzit, por i blejnë. Mua duket ndërtimi duket shumë shtrejt në Shqipëri, por do shkoj shumë më shtrejta, ta keni parasysh. Hekuri po rritet, në Kroaci ka shku një 7.000 euro metri katror në Split, për shumë në disa vende. Nësë na kujto Splitin,
Tani se Spliti është gjë tjetër, nuk ka lidhje me apo Kroacia Po ka me tjetër Brexitin standard. shqiptar, dakor, pse ça? Ku do shkoj? Ti mendon që ti mendon që në Qeparo apo në vende ndryshme do jetë më pak se 6.000 euro metri katror pas sa vitesh? Po do jetë më shtrenjtë do jetë. Kam 2-3 pyetje të fundit. Supozojmë sikur një i ri ka 10.000 euro, i ka kursyer, ka punuar, apo ka 100.000 euro. Çfarë në këto dy raste, çfarë do i sugjeroje të bënte? Gjithmonë nëse këshillën e ke free, pa para. Shiko, problemi është nuk është t'japësh këshilla, është pastaj se si e percepton secili. Se jo të gjithë kanë ndoshta edhe fuqinë të duan të investojnë te rritja e tyre, po ndoshta jo të gjithë kanë mundësinë të paguajnë këtë 10% e trajnimit që po diskutonim, apo ndoshta edhe ky podcast mund të ndihmojë, mund të ndihmojë dikë. Unë për shkak shkruajnë shumë edhe i them unë nuk bëj trajnime, se më shkruajnë ça ofron. Asgjë. Po se i bën ato video, po i bëj për qef, nuk shes asnjëherë sepse nuk kam kohë dhe nuk e kam model biznesi dhe nuk ka asgjë të keqe ta kesh model biznesi trajnimin. E ke punë. Thjesht unë koha ime nuk e shes dot ose më kushton aq shtrejt sa s'ma blen njëri. Se në fundit për të blerë diçka duhet ketë një blerës dhe një shitës në këtë prizëm. Unë do thoja për pjesën e investimit që njerëzit nuk duhet të investojnë për të ndjerë të zuar, por të investojnë për të mos qenë të varfër. Ka shumë njerëz që investojnë që me thënë unë jam investitor. Jo, ti duhet të investosh së pari në gjërat që ti kupton, në gjërat që ndjesh pak më i sigurt. Po t'ishte për mu, midis bursës, midis kriptove dhe real estate-it, unë do kisha investu në real estate për momentin, sidomos nëse do isha investitor i ri. Sepse si funksionon bursa, investimi në bursë në? Me investon në bursë, hap një llogari dhe investon në S&P 500 apo në kompani të caktuara. Unë kam investuar edhe në bursë, kam investuar edhe në kripto, kam investuar edhe shumë herë më i vogël apo? Ku? Në bursë. Varet ku, te cila kompani. Sa më i shpejt dhe sa më i madh fitimi, aq më e rrezikshme është parimisht. Nëse do ishte investitor i parë dhe ato 10 apo 100.000 euro ka pas shpirtit, do isha për investime pak më të sigurta, kur ti e kupton edhe kur tregu bie, se kjo është e rëndësishme. Njerëzit nuk duhet ta kuptojnë vetëm atë vibe-in e rritjes, kur është vibe i rritjes, aty është rrezikshme pak. Ose aty e kanë mësu gjithë, ti s'mund të bësh diçka kur ta thot taksisti lagjes, kur e ka marrë vesh edhe ai, ka marrë shumë gjëra, ose aty është momenti kur hidhen ato peshqit e fundit dhe ato peshqit e mëdhej tërheqin lekët e peshqve të vegjël, se që dikush të fitoj, ca tjerë do humbin, dhe mos t'jeshti të ato ca tjerë që do humbin. Pra, së pari, nëse je investitori fillestar, ti do investosh të gjërat që i kupton dhe i ke pak më të sigurta. Unë do isha për në real estate. Ne tashmë kemi bërë edhe atë që quhet fractional real estate investment. Pra, nëse ke 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, ti ndoshta një shtëpi nuk e blen. Ti s'blen as dot as si dyqan, po nëse bashkohen 10 vet, mund të dalin në pronësi që ky apartamenti ku është ta blen 10 vet dhe menaxhohet nga kompania, pra në vetvete, quhet fractional real estate investment. Ose nëse mundesh pastaj përmes bankës ti blen një apartament, një dyqan, një garazh, mund blesh edhe një garazh dhe jep me qira. Dhe e ke kthimin investimit, pra po flasim për 10.000 euro. Patjetër kur shkon në vlerë 100.000 euro, ke mundësi për të bler gjëra tjera. Mund të bëheni 2 vet, 3 vet, blini një lokal, pra me vendin, jo biznesin në vetvete. Ndaj do isha të gjërat pak më konkrete. Patjetër kur ke nevojë edhe për të eksperimentu, mund të hedhesh edhe në kripto e në bursë, por do isha që ti duhet ta njohësh shumë mirë dhe të jesh i gatshëm edhe për të humbur, ose ato që do humbësh nuk do të cënonin jetën tënde. Ti së pari bën biznesin dhe biznesi pastaj të krijon në jetën ty, ta krijon atë familjen, të krijon atë familjaritetin që ty të jep mundësi për të krijuar më vonë disa balanca në jetë, pasi nuk besoj që në fillim ti duhet kesh balanca në jetë, ndërkohë që ti po ndërton biznesin. E kjo pjesa që mendojnë disa të rinj, po themi që duhet kemi të komoditetin, atë harmoninë, balancën mes jetës son personale dhe biznesit, beson ti te kjo? Se mua më duket pak
Jo me këmbë në tokë, me thënë S'ka drejtën. si gjë të keqe që të ketë balans. Unë kam pas një komshi aty që hate fara lulediellit para pallatit gjithë ditën, edhe rritën bilarda, ai kishte një balans jashtëzakonshme të jetës. Ti kërkoje balancën, po mos kërko suksesin. Pra nuk mund të kërkosh, ti jesh edhe i pari, të kesh edhe podcastin më të mirë në Shqipëri, e të thush, po jo se sot është ditë Bajramit edhe nuk po dal. Jo, do dalësh sepse ti e ke detyrim që ndaj dëgjuesve për të qenë e para dhe për të bërë podcastin më të mirë në Shqipëri. Nuk ka dembelizëm nëse je i pari, nuk njoh asnjë njeri të suksesshëm në botë që e ka fillu. Nuk po flas pas 20 vjetëve, se patjetër që i ka kriju disa stabilitete. Por ku diun, nëse është ai Diary of CEO, ai mund ta krijojë tani, po ndërkohë që ka krijuar podcast, që është ndër më të famshmit në botë, nuk mund të kishte Rehatin e Terezin. Kështu që mbani Terezin tuaj, thjesht mos kërkoni me qenë të suksesshëm. Më pëlqeu shumë përgjigjja jote. Më pëlqeu shumë sepse praktikisht ne kemi vuajtur në fakt mbi shpatulla, ne që kemi punuar direkt me të rinjt. E sigurisht secili nga brezat ka ato avantazhe, dizavantazhe, kanë dhe aspekte shumë të mira të tipit që po themi din ta shesin veten në kuptimin të promovojnë atë që din të bëjnë, negociojnë mirë me pagën, po ta marrësh nga një këndvështrim është gabim, por nga këndvështrimi tjetër, nëse janë, po themi në kushtet e duhura, bëjnë mirë, që dhe negociojnë në bazë të aftësive, po themi që kanë apo të rezultateve që sjellin, se të dish që ke një aftësi është një gjë, po të dish se çfarë rezultati sjell është komplet një gjë tjetër, edhe ta konkretizosh gjën. Por e kemi vuajtur mbi shpatulla pikërisht këtë, pra faktin se sidomos në kushtet e sotme, kur rinia është edhe përballë rrjeteve sociale, edhe përballë teknologjisë, po humbet shumë nga ca koncepte, po i vë krejt gabim, po themi. Mendoj unë, ata mendojnë mbasi që janë mirë? Po tjetër, ato mendojnë janë mirë, ata mendojnë që ja fut kot ti. Ne jemi të pravambetur, pra. Jo, në këtë koncept, ai thot, më fal, pse duhet ja falur shpirtin shejtanit, të punoj për ty 8 orë, 10 orë, të paguem 500, 600, 700, dhe mua më duhen 1 milion lekë të vjetra të dalë te bloku të premteve, do thuash. Patjetër, do të thënë, pse duhet ta bëj unë këtë gjë? Kam bërë 4 vjet shkollë, më kanë thënë prindrit që vazhdo ose po çfarë do bësh nëse s'bën këtë, pra, se kjo është pyetja. Edhe herë, nuk e shikoj problemin vetëm tek ta. E shikoj problemin pak tek shkolla. Pra në prizmin që përgatitja tashmë për diçka, lidhja me praktikën, sepse tashmë unë vetë jam doktor shkencash, ti vetë je doktoresh, dhe e shikojmë që ajo doktoratura përveç se për të dhënë mësim në një herë për qef, nuk na ka shërbyer në faktën mund në aspektin e biznesit. Kjo jo për të ja ul vlerën e shkollës, por sot në aspektin e teknologjisë diploma po vlen për ditë më pak. Pra unë jam njëri i pasionuar pas leximit dhe pjesës akademike, të dy kemi punuar dhe ti punon pedagog, unë kam heq dorë, kam punuar për shumë vite si pedagog, por sot shkolla nuk po ja mëson. As familja nuk po i thotë që do shtrydhesh, do punosh, nëse të kërkohet 8 orë do punosh 10 orë, nëse të kërkohet për të 2 rezultate do jetë 7 rezultate, dhe unë kam gjuar shpesh prindër që i thënë, të keqen mamaja mos u lodh shumë ti. Për aq t'i japim ne, mos dilti për 600.000 lekë, ti t'majmë ne. Apo ti jep vllaja apo motra në Angli apo kudo që është. Në këtë problem është një trekëndësi shkollës, prindërve dhe rrjeteve sociale, të cilat kanë kriju edhe pas pandemisë atë idenë që akoma shkruajnë për ditë njerëz, atë punojnë nga shtëpia. Ku ka punë nga shtëpia? Ç'është kjo punë nga shtëpia? Jo po nga tualeti. Punë nga shtëpia. Ço dil aty dhe puno fort dhe sill rezultate në këtë prizëm. Nuk ka këtë konceptin që hajde ta marrim me Terezi. Teoritë finlandeze nuk hajnë buk në tregun amerikan. Kështu që bëjmë 3 ditë. Po shikoj sa në LinkedIn, ta bëjmë 4 ditë, ta bëjmë 3 ditë, po bëheni 2 ditë, unë shkruva aty për ta bëjmë 3 ditë, punojmë edhe nga 4 orë edhe bravo, kështu mendoj edhe unë tha. As nuk e kuptuan as ironinë, domethënë se ti të prodhosh, pra ti do të shkosh në lokal që t'jetë 6 motor hap. Ti do të shkosh te big market atë shpari që t'jetë 6 motor hap. Kemi klient që e do gjatë gjithë kohës shërbimin. E do edhe dielën pse është mbyllur, ama nuk e din që aty punojnë njerëz.
Pra ne themi duam shërbime 24 orë, ama ne duam të punojmë 3 orë. Në këtë prizëm jam totalisht kundër të kjo gjë. Pra, ky trekëndshi i këtyre elementeve është pasoj e gjithë gjërave që na rrethojnë dhe duhet ta kuptojmë. Patjetër në çdo brez do ketë njerëz talentum, se s'du ta bëj komplet. Patjetër. Njerëz që duan të punojnë dhe janë agresiv në arritjen e suksesit, si dhe njerëz parazit. Tash ne na ka dal ky parazitizmi si mod dhe si model. Po. Dhe s'kemi çaj bën dhe themi jo po pse janë gjithë brezi. Jo, ka ca që duan të punojnë dhe kuptojnë këtë gjë, dhe ka ca tjerë që duan të vegjetojnë. S'kam asnjë problem me ato që duan të vegjetojnë, ne thjesht duhet të kuptojmë që t'i japin Cezarit ç'është Cezarit dhe popullit ç'është popullit. Atyre që janë talentum, sa dush rrog për ta mbyllë te kjo gjë, unë do isha shumë dakord që një njeri të kërkoj. Madje 2 vite zyra dhe të thoj, unë kam 1 vit e gjysmë në këto kompani. Dhe unë do doja që qëse unë jam me 900.000 lekë, kam një ambicje për shkute 1.2, 1.3 milion lekë. Dhe këtu s'ka si gjë të keqe. Mund të më thush cili është rrugtimi që unë duhet të bëj për të arritë kjo gjë. Pse? Sepse nëse ti e vendos bisedën në po jo, është një problematik. Pra nëse thuti, unë du rroge 1.3 milion lekë, nëse ti nuk ma jep, unë iki nga puna. Kjo më vë para një përgjithësie që unë do të them po, do të them jo. Në të shumë të në rasteve do të them jo, se do të them ti qa do prodhosh më tepër. Kur ti e lë si pyetje të hapur, që i thu, si mund ta bëj këtë gjë, cili mund të jetë rrugtimi im, atëherë them patjetër, shikojmë, merr këtë projekt, bëj këto rezultate ose testo se hajde me i propozim. Hajde se qa do sjellësh ti më tepër, të vendosim matjen për 1 muj, 3 muj apo 6 muj, dhe patjetër që ti mund shkosh te kjo gjë. Pra ti duhet të japësh alternativa dhe punëdhënësit, siç punëdhënësi mund të japi dhe alternativa ty. Kur ti e krijon format kushtit, ti je i humbur aty të do kalojnë me mira, si ti do vinë do ikin disa, mos kujto se je i pazëvendësueshëm. Kompania as ka fillu me ty dhe as do mbyllet prej teje. Thjesht ti do rrish 3 muj pa punë, e do gjesh punë në rastin më të mirë me 100.000 lekë më tepër, të cilën ato 3 muj pa punë, po ta shpërndash në 1 vit, ti prap s'ke fituar asgjë gjë, po ke shku me rrogë më të vogël. Besoj shumë që do na dëgjojnë edhe të rinj, po edhe ata që realisht kërkojnë këtë lloj orientimi, qoftë investimet që mund të bëjnë, qoftë tek si të thuash edhe të përditësimi me zhvillime të biznesit dhe sipërmarrjes, sepse shpeshherë kam përshtypjen që ka nevojë për t'ia u rikujtuar edhe për faktin se lexojmë më pak gjithmonë e sa kalon koha në këtë shoqërinë tonë, por nga ana tjetër edhe zhvillimi i teknologjisë i bën gjërat jashtëzakonisht shumë të shpejta dhe shumë të ndryshueshme, ashtu siç folëm për e-commerce-in pra, që ndoshta në një moment mund të jetë shumë mirë, po pastaj e shikon që tregu lëkundet, nuk e di çfarë keti ndonjë gjë të fundit që të ngeli me raka, që mund ta themi apo mendon? Unë kur ti në rrjetet sociale sheh një foto apo një video, e kalon, e bën skip, edhe ndoshta se man mend. Nëse ti lexon një libër komplet, ty të kanë ngel mend shumë gjëra. Dhe rëndësika sa lexues ka i libri. Dhe kjo është edhe me podcastin. Shumë rëndësishme që një podcast të ketë 10 shikues, 30 shikues, më shumë se sa një video virale që ka 300.000. Ndaj për mu, ato njerëz që shikojnë një podcast të plot, kanë përfituar si puna e asaj që përfiton kur ti lexon një libër. Patjetër që një video e shkurtër, 1 minutë e kësaj bisede mund shkojë edhe 5.000, 10.000 edhe 100.000 views, le të them unë. Por vlerën e plot e ka ato 300 views që janë te podcasti që plot, pra. janë te podcasti plot. Ndaj them, vlera më e madhe është kur ti arrin me bë qoftë edhe 10 views në një podcast plot që ka kaq shumë informacion të bollshëm dhe ka dekada histori dhe për më tepër ka dekada gabime, sepse gjitha çka kam realizu unë, kolegët e mi dhe që kam lexoj çdo ditë për këtë gjë. Kjo më intereson, këtu arktohem unë, këtu është arktimi, duke lexuar se si të bëj para. Kjo është. Këtu e ndjej adrenalinën time, domethënë. Se si të prodhoj vlerë, se si të prodhoj biznese, kjo është. Do vazhdoni me rritjen e fast foodeve tani? Patjetër që do vazhdojmë. E keni në plan, a? Është në plan. Kështu që në këtë prizëm vlera e kësaj që ti ke zhvilluar është e jashtëzakonshme, sepse ato je duke i shërby
sikur atyre 100 vetëve që i thash, ka një shërbim të jashtëzakonshëm të kësaj gjëje. Dhe të falenderoj. Faleminderit Terez, shumë mbarësi me zhvillim, pavarësisht se unë ndaj fast foodeve jam kategorikisht kundër. Po unë nuk ta thash do ta them. Nuk ta thash çfarë fast food, unë thash mishe patate, si ti e Ashtu? koncepton këtë. Mund të jetë totalisht gjë healthy, por që healthy, bën okay. pikërisht prap. Fast Po food. mos e quaj fast food, Po pra. fast food është Fast do të food. thënë diçka që ti e merr për 90 sekonda dhe ke një timer aty. Okay. Prandaj quhet fast food. Se në konceptin tim fast food është diçka që gatuhet në ca procese që nuk janë shumë të shëndetshme. Jo, apo ti me mund të një kesh produkt. gjëra të paragatshme, gjëra komplet bio, të paragatshme që i ke gati për 90 sekonda dhe ti ha një ushqim shumë healthy. E unë e di që shumë njerëzit e kanë lidhë me atë bukën, me qoftën e me patatet, edhe me kolen, por patjetër Nuk është kjo. që Nuk do bëni këtë. Patjetër Po që nuk mirë, është ky kjo. është lajm i mirë. Unë nuk jam as unë jam prej atyre që kopjoj gjëra dhe i bëj 10 fish më mirë se tjerët. Shumë mbarësi pra, shumë mbarësi në zhvillimin tuaj Rez. Do të kemi mundësi sipas edhe kohës që do kesh ti që ta përsërisim sërish një bisedë të tillë. Do shta disa muaj mbrapa, pse jo mbase të na sjellësh këtë përvojën se si ti e ke zhvilluar linjën e re, po Dështimet e them. tuaja thoj, të gabimet, por edhe përmirësimet e tuaja, sepse kjo është rrugtim shumë i bukur. Ti zgjon çdo ditë duke gabuar. Po patjetër. Shiko, po nga gabimi unë mendoj që mëson më shumë se sa nga suksesi, po themi. Janë gjithë njerëzit që na kanë dështuar në jetë, që na kanë afruar më shumë drejt njerëzve të dur që i kemi pastaj pasur shumë të mirë në jetë. E vërtet është. Rez, të falenderoj. Faleminderit shumë.